Kosovës, është zgjedhur dhe nën kryetari serb, bëhet fjalë për deputetin Nenad Rashić, pavarësisht kundërshtimeve të listës serbe. Kam në lidhje të drejtë për drejtë kolegun Ida Algola për të folur për këtë zhvillim, por edhe për sa i përket fushatës, por dhe lajmit për arrestimin e analistit Fatmir Shaholli. Nisim Ida, përshëndetje, nisim me zhvillimin e parë. Si ka vijuar procedura, në çfarë procesi ka kaluar fillimisht zgjedhja e Rashić si nën kryetari i pestë në Parlamentin serb? Po, pas publikimit të aktgjykimit të plot në lidhje me ngërqjen e kuvendit nga gjykata kushtetuese që adresonte çështjen e zgjedhjes së nën kryetarit serb, kuvendi u mblodh për herë të parë sot paradite. Duke qenë se janë vetëm 10 deputet serb, atëherë u vendos që të shtërohen të gjitha opsionet. Fillimisht ishte lista serbe, ashtu siç gjykata kushtetuese kërkoi si grupi më i madh parlamentar që përfaqëson Komitetin Serb ka të drejtën për të propozuar. Ajo propozoi të 9 deputetet e saj me radhë, të gjithë ju nënshtruan nga 3 raunde votimi, por që asnjë prej tyre nuk mori më shumë se 9 vota pro, duke qenë se lëvizja vetëvendosje votonte kundër, ndërsa partitë e tjera kryesisht abstenuan. Më pas, Zotri Basha, kryetari i kuvendit, i kërkoi një propozim tjetër listës serbe, por lista serbe refuzoi të propozonte Nenad Rashić, deputetin e 10 serb që nuk i përket grupit të saj parlamentar, kështu kryeparlamentari vendosi që të vazhdonte me opsionin e dytë dhe të aktivizonte mekanizmin e shortit, siç përcaktohet edhe në rregullorin e kuvendit të Kosovës, kur ka mos pajtim apo kur nuk ka propozim që do të merrte shumicën e votave të deputetëve serb për pozitën e kryetarit, por me që ishte vetëm një emër, pra një deputet nuk ju kishte nënshtruar votimit, atëherë Rashić u hodh më një herë në votim. Mori 71 vota pro, përpas lëvizjeve të vendosje, Lidhja Demokratike e Kosovës ndryshoi qëndrim nga herët e kaluara dhe votoi pro Nenad Rashić, i cili u zgjodh kryetar, përkundër ishin 9 vota të listës serbe, ndërsa abstenoi Partia Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës arsyetoi ndryshimin e qëndrimit të saj në lidhje me zotrin Rashić, pasi në të kaluarën kur Rashić ishte hedhur në votim, ajo kishte abstenuar. Thanë që aktgjykimi i fundit të gjykatës kushtetuese ka hapur rrugë që edhe zotri Rashić të mund të jetë nën kryetar, pavarësisht se nuk ka një shumicë në mesin e komunitetit serb, pra shumicë parlamentare. Kështu le të themi që përfundon kjo sag në rast se nuk do të ketë ndonjë vendim tjetër, pasi lista serbe, siç e thatë edhe ju, ka qenë e pakënaqur dhe ka lënë të hapur mundësinë që mund të drejtohet sërish gjykatës kushtetuese. Pra, i drejtohet sërish gjykatës kushtetuese. Po, lista serbe. Por a konsiderohet i konstituar kuvendi nëse ka një pretendim të tillë? Tani ka, le të themi, përderisa në këto momente konsiderohet i konstituar, përveç se nëse lista serbe nxiton për të dërguar një tjetër kërkesë dhe nëse gjykata kushtetuese nxjerr një vendim të saj për ndonjë pezullim të punës, pra ose të procedurave për të formuar qeverinë, pasi tani në radhë është votimi i qeverisë së re. Nëse do të ketë ndonjë vendim të gjykatës kushtetuese, atëherë do të pezullohej puna e kuvendit nëse do t'i drejtohet dikush gjykatës. Mirë po, deri me tani, kuvendi konsiderohet i konstituar, pasi me të vërtetë ka disa dyshime nëse vërtet është apo jo, por të shohim si do të jetë sjellja e listës serbe.